transmeton Imam Hakimi në Mustadrekin e tij dhe Sheikh Albani këtë hadith e kanë nxjerrë në silsiletus sahiha nga Ummul Fadl bintul Harith, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka njoftu dhe ka thonë: Eterni Gjibril alayhi salatu wassalam, ma erdh Gjibrili alayhi salam dhe më njoftoi se ummeti im ka për ta mbyt djalin tim Husejnin. Fa qultu hadha, tha Gjibrilit alayhi salam, këtë gjallë që e kam pran meje, tha po, dhe gjithashtu më tregoj dhe unë në të cilën kanë me mbyt Husejnin, nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë ders do të jetojnë me këtë paralajmërim, siç paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Husein ibn Ali, pra nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali vajzës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të ndahet prej kësaj dunja, për të cilën këtë lajm e mor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrjedhën lot prej sinit atij. Pra do të flasmi për Husein ibn Ali radiallahu ta'ala an dhe mbyqjen e atij. Me një hadith e kanë nxjerrë Imam Ahmedin musnedin e tij me zinxhir të mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Husein minni wa ana min Husein. Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma ahibba man ahabba Huseina. O Zoti i Madh, duje atë që don Huseinin, nipin tim. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e ka nxjerrë Imam Tirmidhiu në sunenin e tij, Sheikh Albani ka thonë dhe ka paralajmëru se hadithi është i vërtet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: El Hasanu wal Husein sayyida shababi ahli al-janna. Hasani dhe Huseini janë zotërit prej fëmijëve të banorëve të xhennetit. Pra ne do të flasmi për një zotëri prej zotërive të xhennetit dhe do të flasmi gjithashtu për shahidllokun e Huseinit të birit Aliut radiallahu anhu. Ndërsa Ummu Seleme tregon dhe thot: ishte Gjibrili alayhis salam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pran dhomën e Ummu Selemes, për shkak se pejgamberi Allahut atë ditë e kishte renin te Ummu Seleme. Dhe më tha pejgamberi Allahut: mo e Husein, hinin dhomë me Gjibrilin alayhis salam. Huseini ja nisi me qaj, doj ke me hi në dhomë. Ta e shlova Huseinin, hinin dhomën e pejgamberit Allahut. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi Huseinin, nipin e atij dhe e puthte dhe e përqafonte dhe don. Gjibrili alayhis salam tha: ja Muhammed, a e don këtë gjalosh? Tha po ja Gjibril. Tha vetëm se ummeti jot ka për të mbyt këtë gjallë. Tha nëse dëshiron të tregoj se në cilin tokë dhe në cilin vend, dhe nëse dëshiroj të tregoj dhe ngjirën e dheut ku kanë për të mbyt ummetit këtë gjalosh. Tha më tregoja Gjibril. Tha e zgjati dorën Gjibrili alayhis salam dhe mon një grosht dheu prej vendit ku ka me ra shahid Huseini djali Ali ibn Abi Talib. Tha e pash ngjira e tokës ishte kuqe dhe ki vend o qonte Kerbula. Kjo është vendi që e paralajmëroi Gjibril alayhis salam. Ndërsa me një rivajet tjetër transmeton Enes ibn Malik dhe këtë hadith e ka nxjerrë Ibn Hibbanin sahihun e tij dhe Imam Ahmedin musnedin e tij. Tha: me laqja e shiut molleje prej anës Allahut azza wa jall që ta viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu azza wa jall i dha leje që ta viziton
pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi erdte dhoma e pejgamberit Allahut, që u gjente pejgamberi Allahut te dhoma Selemes. Tharë Hosejni dhe hipi mbi shpinën e pejgamberit Allahut. E kapi pejgamberi Allahut Hosejnin, e përqafonte dhe e puthte dhe tha me laqa e shiut, tha ja Muhammed, a e don këtë gjalosh? Tha po. Tha umeti it këtë gjall ka për të mbyt një dit, dhe më tregoj dheun ati vend. Kja është një uni prej transmitim